أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي إلا الله القيوم وحده لا شريك له لا تأخذه له سنة الملك وله الحمد وهو ولا على نوم. كل شيء قدير. E falenderojmë Allahun fuqiplot, I dërgojmë salavate dhe shumë selame më të dashurit ton Muhammedit a.s. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të nderuar miq, po takohemi me serialin e radhës në vazhdim e serialeve tona, si të mbrohemi nga shejtani I mallkuar. Kemi ardhur tek momenti që të hudhim dritë për mbi kaptinën An-Nas. Sureja Nas, Qul a'udhu bi rabbin nas. Në emisionet e kaluara hudhem dritë mbi kaptinën Al-Falaq. Dhe më lejoni t'ju rikujtoj prap edhe një herë porosinë e madhe të pejgamberit a.s. në lidhje me këto dy kaptina. Thot I dërguari ynë, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, Muhammedi a.s. Allahu fuqiplot ju ka dhuru njerëzve dy gjëra shumë të rëndësishme të cilat I mbrojnë njerëzit ato. Ato janë Kul a'udhu bi rabbil falaq dhe Kul a'udhu bi rabbin nas. Nuk ka mbrojtës më të mirë se sa këto dy kaptina që Allahu te baraka wa taala I bëri dhurat njerëzimit që ata të mbrohen nga të këqijat që ata mund të atakohen. Kur jemi te kaptina An-Nas, Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë sure në mëson që ne të kërkojmë mbrojtjen e Allahu te baraka wa ta'ala me emrat e tij të bukur dhe me atributet e tij të larta. Kjo sure fillon duke e kërkuar mbrojtjen prej Allahut me 3 emra të bukur. Qul a'udhu bi rabbin nas. Thuaj o Muhammed, unë kërkoj mbrojtjen e prej Zotit të njerëzve. Melikin nas, kërkoj mbrojtjen nga sundimtari I njerëzve. Ilahin nas, kërkoj mbrojtje nga I adhuruari I njerëzve. Dëmë thot, Allahu te baraka wa taala këtë sure e hap me 3 emrat e tij të bukur. Me emrin Ar-Rabbu, me emrin El-Melik dhe me emrin Ilah. Është interesant që çdo njëri prej këtyre emrave e ka një veçori që dallon prej emrit tjetër. Në fillim Allahu te baraka wa taala e fillon surën me emrin e tij të bukur Ar-Rabbu. Rabbun nas. Kërkoj mbrojtjen e Allahut nga Zoti I njerëzve, prej Zotit të njerëzve. Kjo ka të bëjë me rububiyetin e Allahut te baraka wa taala, respektivisht me tauhidin rububie. Që nën kupton që Zoti I plot fuqishëm është krijuesi I çdo gjëje, është furnizuesi absolut I çdo gjëje, është ai I cili mbikëqyr, kontrollon dhe sistemon tërë gjithësinë. Ky është një definicion për me e kuptu rububiyetin e Allahut te baraka wa taala apo kuptimet e gjëra të emrit Ar-Rabbu. Ulemaja në mesin e tyre Ibn al-Qayyim rahimahullah thot Allahu fuqiplot e fillon këtë sure me kërkimin e mbrojtjes me rububien, duke Rabbun nas, Zotin e njerëzve. Nga se kërkimi I kësaj mbrojtje është më gjithëpërfshirës. Se në rububietin e Allahut, në besimin se Allah është krijuesi I çdo gjëje, furnizuesi I çdo gjëje dhe sistemuesi I çdo gjëje, jeta dhe vdekja janë në duart e tij, pjesa dërmuese e njerëzve në këtë rrafsh dhe në këtë aspekt të besimit nuk kanë problem. Pjesa dërmuese e njerëzve këto I besojnë dhe në këtë sferë nuk I bëjnë shaq Allahu te baraka wa taala. Për dallim prej tauhidit uluhie, që është ilahin nas, kërkoj mbrojtjen nga I adhuruar I njerëzve, e këtu njerëzit I bëjnë shoq Allahu te baraka wa taala, ose duke adhuruar dikën tjetër posa Allahun, ose krahas adhurimit me Allahun, adhurojnë edhe dikën tjetër me Allahun I bëjnë ortaki. Andaj Allahu te baraka wa taala
kërkimin e mbrojtjes me emrin e bukur të Allahut Ilah e lan fund. Domethënë, fillon surja Qul a'udhu bi rabbin nas, thuaj kërkoj mbrojtjen e Allahut nga Zoti i njerëzve, Malikin nas, kërkoj mbrojtjen nga sundimtari i njerëzve, prap kjo bën pjesë në rububie, ndërsa e treta Ilahin nas, kërkoj mbrojtje nga i adhuruari i njerëzve. Do të thotë, kjo pjesa e fundit, ajeti i tretë, kërkoj mbrojtjen e Allahut nga i adhuruari i njerëzve, është më e veçantë. Është më e kufizuar për dallim prej bi rabbin nasi wa malikin nas, që është më gjithë përfshirëse. Nga se kjo e treta zgjidhet me vetë dëshirë nga besimtarët. Do të thotë, edhe njerëzit që t'jem më i qartë, pjesa dërmuese e njerëzve besojnë se Allah është krijuesi i tyre, besojnë se Allah është krijuesi i gjithësisë, besojnë se Allahu është furnizuesi absolut, besojnë se Allahu është ai i cili mbikëqyr dhe sistemon këtë gjithësi, besojnë se Allahu është sundimtari i sundimtarëve. Dhe në këtë aspekt nuk zhyten në idhujtari shumë, ndërsa në aspektin e adhurimit, që është el-uluhije, ilahin nas, këtu njerëzit i bëjnë idhujtari dhe i bëjnë shirk Allahut te baraka wa taala, qoftë duke adhuru dikën tjetër pos Allahut, ose qoftë duke adhuru së bashku me Allahun edhe dikën tjetër duke i bë ortaki Allahut te baraka wa taala. Këto tre emra të bukur të Allahut te baraka wa taala përmbajnë kuptimet e të gjitha emrave të bukur të Allahut. Subhanallah, të ndruar miq. Dëgjoni edhe këtë dobi të jashtëzakonshme që kanë përmend Allahut, që kanë përmend dietarët në lidhje me emrat e bukur të Allahut. Do të thotë këta tre emra të bukur të Allahut, Ar-Rabbu, Wal-Maliku, Wal-Ilahu, Zoti, pastaj sundimtar, Zoti absolut, sundimtari i vërtet dhe i adhuruari, këto tre emra të bukur të Allahut në vete përmbajnë kuptimet e gjithë emrave tjerë të bukur të Allahut subhanahu wa taala. Të gjithë emrat tjerë të bukur të Allahut gjithsesi konsistojnë dhe kthehen në njërin prej kuptimeve që përmbajnë këta tri emra. Me të vërtetë kjo është e mahnitshme dhe ne shumë herë kemi thënë se shkenca që ka të bëjë me emrat e bukur të Allahut është një shkencë dhe një dije shumë e rëndësishme dhe e dobishme, dhe nga besimtari kërkohet gjithnjë që ai ti din emrat e bukur të Allahut, ti kuptoj ato drejt, të jeton me kuptimet e atyre emrave dhe të e sheh praktikisht në jetën e tij dhe në botën e cilën e rrethon ndikimin dhe efektin e drejt për drejt të këtyre emrave të bukur të Allahut në këtë botë, si dhe atributeve të larta apo cilësive, sifateve të Allahut te baraka wa taala, dhe kjo ndikon shumë frytshëm në zemrën dhe në veprimtarin e robit, kur robi fillon dhe e tregon dhe e shpreh përkushtimin e tij ndaj Allahut te baraka wa taala. Ne këtu do të ndalemi dhe do ta përfundojmë këtë porosi të këtij seriali të sotshëm, e me lejen e Allahut në serialin e ardhshëm do të vazhdojmë me porosinë e radhës që ka të bëjë me ajetet e mbetura të kësaj sure. E lutem Allahun te baraka wa taala që çdo herë të jemi në mbrojtjen dhe kujdesin e Allahut fuqiplot. Në momentin kur robi është në mbrojtjen dhe kujdesin e Allahut xhalla wala, atëra ai është gjithnjë i sigurt dhe i mbrojtur prej çfarë do të keqe që ajo mund ta godet. Deri në takimin e radhës, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.